Nuk është thjesht tragjedi, po është një tragjedi e krijuar me dashje. Është një tragjedi që ka rënduar dhe çdo vit në vend që të lehtësojsh kjo tragjedi është rënduar edhe më shumë. Sot në këto momente, familjarët përballen në një dhunë psikologjike. Jo se janë mashtruar, jo se janë gënjur, ata janë lodhur nga kjo tragjedi, jo thjesht u humbën fëmijët, jo thjesht u humbën familjarët. Por vendimi i gjykatës italiane ka qenë i padrejtë, i ka goditur dhe njëherë. Është e pashmangshme të thuash të gjendet trupi dhe fëmia 6 muajsh siç ka ndodhur me vajzën e Dilavis Sherifaj, dhe të thot gjykata nuk ka prova, nuk është viktime kësaj tragjedie. Këto viktima kanë dalë në 14 nëntor dhe preje në Vareza. Çfarë keni bërë në këto vite? Nuk i kam braktisur për asnjë moment familjarët, po kur dikush ka një dhunë psikologjike, shkon bën pushime, kërkon nga unë pse i është hequr drejta e vendimit, kur të gjithë i kanë prokurat, emrat u janë lexuar në atë vendim, negativ apo pozitiv. Unë kam ardhur nga spitali, në një lokal aty kemi dhe familjar, i kam mbledhur dhe ata që kanë humbur dhe ata sa kishin të drejtë ta dinin për të vazhduar më tej. Çfarë do bëhet këto? Unë këtë kërkoj. Shumë familjar gjyqi është mbyllur, por nuk mbyllet një krim. Ky është një krim njerëzor. I bëj thirrje shtetit fuqishëm, të paktën i lutem shtetit një grup familjar. Të paktën ata që eliminoi vendimi i gjykatës, ata që vendimi i gjykatës dhe shteti italian ju ka hequr të drejtën, i ka goditur dhe njëherë u ka dhënë një tragjedi tjetër, të marrë vendim shteti dhe t'i dëm shpërblej. Asnjë gjë, është mbyllur procesi, edhe ata që morën, ata që s'morën s'marrin, kaq, është mbyllur historia. Vllai dhe nusën e vllai. Bardon dhe burbuqe të lidhe. Kështu që fëmijën e la 16 dhe tjetrin e la 20 vjet. Ai që ishte bashkë me ta 16 që shpëtoi, pësoi edhe depresion që dhe sot është me 160.000 lekë. Vllai nusën edhe fëmijën, Andrea. Burri tim i ranë më të lartë, po 3 herë në muaj dhe shteti si më shteti të jepte një bilet për në traget, dhe erdhi puna, pësojnë dhe infrak, punëzori trupat dhe lanë me gishë në gojë. Këtë kisha. Motrën me nipin, më shpëtoi vllai dhe nipi tjetër. Kemi 29 vjet sot, t'i kujtojmë, ata për ne do mbeten të paharuar. Unë kam një diçka të vogël që t'i shikoj çik më shumë për ato varrezat se janë prishur, se u i bëri shteti atë tani janë lënë arrest. Këto gjëra tjera çfarë do bëjmë, ata ikën nuk kthehen më, të paharuar qofshin.